Miq Prizmës, gjatë gjithë këtyre ditëve përbohen 2 muaj, ditë kalendarike që bëhet protest, Shqipëria politike, edhe që merret me politikë, nuk ka të qartë dhe nuk ka akoma në shikimin e saj alternativë politike. Se ka 2 muaj protest tregon që ka 2 muaj që njerëzit protestojnë, por jo se ka alternativë politike dhe ka opozitarizëm. Alternativë politike dhe protest janë 2 gjëra krejtësisht ndryshme. Shqipëria ka një alternativë politike dhe kjo është alternativa e Sali Berishës, por nëse këta që konsiderohen si revolucioni flamingove identifikohen me opozitën e Sali Berishës, këtu ka marrë fund diskursi. Ka disa prej tyre që sigurisht identifikohen sepse janë figura të Partisë Demokratike ose ish figura të Partisë Demokratike ose njerëz që militojnë në Partinë Demokratike. Por vetë protesta nuk kanë nxjerrë alternativën politike, nuk kanë nxjerrë opozitarizmin. Pra, kemi 2 muaj dhe nuk ka fermentuar në një fuqi subjekt politik e përfaqësuar me individ dhe me ide, përveç një kërkese absurde në kohën e sotme të dhënies dorëheqjes se s'ka kujt ja jep dorëheqjes. Nuk mund të japin dorëheqjen këtyre që sigurisht nuk përfaqësojnë asgjë, thonë që përfaqësojnë popullin, por nëse do maten nesër do shohin që nuk kanë për të përfaqësuar popullin, përfaqësojnë shumë mendime të popullit, po jo popullin. Përfaqësimi i popullit bëhet në kutitë votimit, hidhen votat. Dhe këtë përfaqësim në kutitë votimit e ka opozita e sotme, e ka Sali Berisha. Dhe në momentin që ti nuk bësh një alternativë tjetër, ose nuk bashkohesh me Sali Berishën për të shtuar numra, praktikisht nuk e bën asgjë. Dhe kjo është mënyra më e keqe për ta lënë vakum alternativën politike. Sot Shqipëria nuk vuan thjesht nga egzagerimi i mazhorancës pozitës. Po themi korrupsioni, më thash, gjithë vërejtjet që mund t'i bësh një pushteti 13 vjeçar, 14 vjeçar. Sot, politika shqiptare dhe njerëzit vuajnë për alternativën politike, sepse kanë përpara vetëm Sali Berishën, i cili është humbës. Çfarë do që të bëjë dhe si do që të bëjë, është një humbës përpara mazhorancës sotme, para Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. E ka provuar shumë herë dhe 1000 herë ta provojë dhe humbi. Kjo është mos e qartë. Por në këto 50 ditë është vërtetuar që nuk krijohet dot edhe alternativë tjetër. Nuk krijohet dot subjekt politik, nuk krijohet lëvizje dhe nuk krijohen element të qartë të opozitarizmit i cili nesër do të matet. Miq Prizmës, ajo që bëri një lloj bujet dhe që ishte grotesk patjetër, një marrëzi individuale e përhapur nga ai që bën marrëzinë, ishte pikërisht veprimi, si të themi tash, veprimi si skifterat, e dini historinë e skifterave të Laçit, atyre që hynin për të vjedhur shtëpitë italianëve, por jo me konceptin e vjedhje të pasurisë, po të vjedhjes një dokumenti i cili nuk ishte nevojë të vjedhësh. Si përfundim, gjithë historia është e tillë. Mazhoranca vendos që ta kaloj me mënyrë të përshpejtuar pikërisht atë borxhin që po merr $302 milion për të marrë armatimi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në disa terma ata janë konfidencial. Nuk duhet përdorur fjala sekret, se nuk është sekret nuk del ashtu. Po konfidencial, nuk mund përhapet, edhe sigurisht ju dha mundësia që të gjithë shkonin ta lexonin atje, edhe pastaj dash votonin, dash mos votonin, mazhoranca i kishte. Ajo që grindet mazhoranca me minorancën janë
zakoni Sali Berishës që s'do me votu gjanat e Amerikanëve dhe qetë procedurat. Arsyeja sipas Berishës janë procedurat. Dhe thot, po ne dakord jemi, po nuk e votojmë se nuk janë zbatuar procedurat. Nëse varilisht, janë mohabetet që ka bërë gjithmonë, ka 30 sa vite që i bën Sali Berisha. Por, e bukrave se akron që e porosit vetë një regjistrim të një ngjarje të cilën e sajon vetë. Futet, shkon ke sekretarja, punojse aty, merr dokumentin cilin duhet ta lexonte vetëm, dhe thot me drejtën time dhe ik me vrap. Edhe shikohet vrapi, bile regjistrohet edhe nga personi që kishte marrë për t'u regjistruar. Edhe normalisht regjistrohen dhe kamerat. Kjo punojse sigurisht e alarmuar, duke qenë se rrezikohet si vend pune, duke menduar që shikohet tash do më heqin edhe nga puna. Se ky po më grabit, i thot, o zotrin, ndalu, në vrapime sipër, sigurisht shkallët, vërzohet, vritet e shkreta. E nëse goni del, bën edhe konferencë për shtyp, e futa prap tot brenda, bën aktin dhe këta akte e paraqet vetë, e nxjerr vetë si nuk e di, si viral në media, në Facebook. Të shiun po mundohem që të hyj në për një gjëja mram, të është drejta jonë, kam ushtruar vetëm drejtën time, s'kam bërë asgjë tjetër, këta duan që të më luftojnë, unë jam heroj i parlamentit, e nëse marrëzirat tilla, sigurisht, po nuk shpjegon një fakt. Pse vrapon? Merre po mos vrapo, normal. Për që arsye duhet vraposh, pse duhet krijosh idenë, pastaj dilshin memet me agroni. Një prej tyre kam nxjerrë edhe unë që vjedh pastaj, e nik mrapa ajo që shit te pastat i thotë, zotëri mos e ha pastën se është e helmuar. Jo thotë të pastë do të haj populli, thotë nuk ka për të hangër njerëzit të pushtetit korruptum. Edhe njerëzit duke fotografuar gjithkund me tash ideja që kam unë është kjo. Njerëz të tillë kanë kaluar përfundimisht Ilberi, nuk duan t'ia dinë as për moral, nuk duan t'ia dinë as për skrupuj. Edhe Agron Shehi tash nuk ka skrupuj. Nuk mund të ketë skrupuj, është bërë viral edhe i pëlqen viralizmi. I duket sikur ka fituar pikë. Në të vërtetë ka turpruar Vlorën, ka turpruar qytetarinë e Vlorës, nuk vepron një burr ashtu në atë lloj formet. Pavarësisht sa faje mund të ketë maxharanca, kanë dashur ta kalojnë, s'kan dashur ta kalojnë. Një kontratë dhe marrëveshje për të marrë borxh ka amerikanët ishte sepse duhet ta bënin këtë punë për të mos u akuzuar që shiko keni buxhetin e vogël. E kemi rritur me 302 milion, kur i merr borxh ke rritur buxhetin. Ne gjithsej kemi 500 milion euro, e kemi rritur me rreth 250 milion euro, sa që janë 302 milion dollar, ke 250 milion euro, 260 milion euro. Është një rritje drastike. Edhe sigurisht edhe 100 milion tjera që janë. Edhe në fundit numrat, maxhoranca i ka, se 71 nuk është shika. Këta fillojnë kushtetuese pa kushtetuese. Ai është një vendim jo kushtetues. Është një vendim që merret me shumicë, me 71 vota. Një vendim që merret me 94 vota ose 9 vota, 84 vota, ai është një vendim kushtetues. Ai është thjesht një vendim i cili sigurisht e ka në dorë qeveria. Mund t'i marri me vendimet e saj, maxhoranca mund t'i marri 302 milion dollar borxh për armatime. Nuk ka ne gjë. Termat ishin konfidencial. Edhe tash, në gjithë të mesele, Gon Shehi do të bëjë dhe protagonizmin. Protagonizmin e njeriu i cili sigurisht turpron edhe deputetin, turpron edhe, nuk e di, ka filluar të bëjë si flamingo dhe ai. Ka filluar të devijojë rrugën e një njeriu serioz. Deri para 2 vjetësh e besoja që ky njeri është i butë, ai arsyeshëm. Jo, edhe ky është si gjithë flamingot e tjerë, edhe ky i ngjan Sali Berishës, edhe ky hidhet edhe deklamon, po si ai shan, po si ai acarohet, po si ai lufton me trup, edhe dikur kur e përzinte nga foltorja Sali Berisha, e përzinte kështu si fëmijë, sigurisht i mbinte keq, sepse mendoja veten, imagjinot ma bënte mua atë, se çfarë mund bëja unë, jo me Sali Berishën, po edhe me Zotin po t'jetë afër. Veç në qoftë se më janë prerë duart, dhe domethënë nuk ruaj as edukat, as pudor fare. Një njeri që tenton të urdhroj
dhe të shantazhoj edhe njëkohësisht ushtroj dhunke, unë i përgjigje me po të njëjtën mënyrë, ndoshta edhe më keq. Pra, Agron Shehe nuk i përgjigji iku, tregonte që është i përmbajtur, është fakti mirë. Të shi është bë më keq se sa Berishët. Edhe kulmi është kur bëhet edhe viral me marrëzira të tilla, marrje të një letre, e cila praktikisht nuk se kishte një vlerë, kush e di çfarë të madhe, kishte vetëm vlerën e një borxhi që po merret dhe vlerën për të qenë konfidenciale me që ishte marrëveshje ushtarake. Dhe kjo ishte gjithë mrekullia e tij. Edhe ja merr asaj sekretare shtetit, shkret e cila arzohet edhe thyn brinjën. Më marrëzi se sa kjo, a mund të ketë? Nëse unë trajtova çështjen e moralit, nuk trajtova çështjet e procedurave dhe marrëzirave të tilla që me ato punë merret Sali Berisha, është marrë gjithë jetën. Ai nuk e kanë mend të votojë një gjë për amerikan sepse e kam thënë edhe herë thellësisht anti-amerikan. Iku kjo. Po dëgjoja një pedagoge që thoshte, mante fjalime atje ke Flamingot, thoshte që sa të vinë studentët do t'i organizojmë kështu. Që këtu fillova të marrë vesh se çfarë do të thotë pedagogi. Pse i kanë kthyer universitetet në organizata partije të dhjera, njësoj si në komunizëm. Pse i kemi kthyer aulat e universitetet dhe të shkollave në forume politike, të qelbura, po e përsëris edhe një herë. Çdo të thotë një pedagoge që sigurisht do të organizojmë studentët, ne dhe shumë pedagogë tjerë për të dalë protestë. Me çfarë do të bësh presion me notën? Po sikur shumë pedagogë tjerë të jenë që mos dilin protestës, janë dakord. Edhe ata do bëjnë presion me notën, po pse për këtë punë është ngritur universiteti? Sepse kështu i kanë ngritur universitetet, edhe këtu ka faj edhe Partia Socialiste, majoranca, dhe sigurisht Partia Demokratike, që forumet e saj rinore në universitete janë si marrëzira flamingosh në rrugë. Të gjitha organizatat aty veprojnë në universitete. Edhe thonë pastaj janë organizuar vetë studentët. Jo, nuk janë organizuar vetë studentët, i organizon partia. Janë forumet rinore të gjitha partive. Edhe tani na dilën dhe pedagogët Flamingo. I organizojmë ne, domethënë pedagogi jep urdhër, do dalësh aty se s'jap notën. Kështu funksionon. Kaq maskare janë, për mua janë, domethënë ka kry punë shkolla shqiptare, është mbyllur. Edhe sigurisht që faji nuk është vetëm i këtyre Flamingove dhe opozitës, po është edhe i majorancës. Është pa pranueshme që një pedagogë të flasë ashtu, sa të vinë thotë do t'i organizojmë për protestë. Do me thënë, nuk e ka universitetin për të bërë punën e saj, për të dënë edukim, e ka thjesht për protestë. E ka se do ushtroj presion me notën. Jo, thotë, kjo është revolucion, kemi revolucion. Flamingizmi është ultramajtizëm, se të gjithë ta që po flasin janë ultramajtistë. Këta janë dhe left, janë sigurisht organizime që nuk e di se ku fillon Soros edhe ku mbaron Sorosi, i cili është i zemruar me Ramën, sigurisht që është i zemruar, po e përsëris për shumë të njerë, është i zemruar sepse sigurisht është i ka thënë po Trumpit edhe tani për ato 302 milionit e to Trumpit, po ka shkuar ke Netanyahu, sigurisht që Soros është i zemruar. E si gjithë e majta Sorosianë dhe e majta ultramajtistët e Evropës, cilët janë zemruar me Rama, se jo ka dredhur. Sigurisht është bashkuar me djatën, është bashkuar me Melonin, me Orbanin, me gjithë djatët. Sigurisht, edhe me Mitsotakisin, sigurisht. Pa tjetër. Dhe të shikë, kështu i kanë këthyrë, realisht e majta depërton në për universitete, depërton në radhët e studentëve, i presionon, i intrigon, i ideologizon, fillon janë të ideologizuar pastaj, ndjekin mrapa. Ndjekin mrapa, qdo të thotë ndjekish mrapa të deputetve, dhe ti thush deputet të krimit edhe deputet të ju gjuhem edhe i ndjek edhe në për rrugë, edhe në për shpia. Këto janë fashistizime dhe komunistizime, këto janë komunistat gjorë të kohës sotme. Neokomunist tamam të gjorë, të mjeran të ditëve të sotme. Edhe njëkohësisht edhe skuadrist fashist, të cilët janë mësuar me këto lloj mënyrash. Imagjino të ndjekësh mrapa, deri ke shtëpia ime ose ke hoteli ose ke restoranti, aty ku po haun, e të më thuash deputet të krimit e kështu punë, dhe sikur t'jen deputet të krimit, dhe vije ta hapi ballin, të shaj ballin, nëse ti vjen e më përsekuton. E merr të drejtën që ti të përcaktosh se kush është deputet i krimit e kush nuk është deputet i krimit.
Sepse kështu i kanë ndarë deputetet. Kalojnë ata gjithë kriminalet e Sali Berishës, si thot kërkush gjë. Kalojnë këta socialistave, thot deputet të krimit. Ata kanë kry kriminalin në rrugë, i që ka vrarë njerëz, ata nuk janë deputet të krimit. Mi po këta i puthin, i duan, i din. Kjo është drejta e flamingove, këta janë flamingot. Ky është një ultramajtizëm i fashistizuar, i cili po mundohet që të marrë, ngjan ka në Evropë sa të duash. E dogjen Bolonjën në një vend tjetër aty shkatruan, çfarë bën? Sepse kështu janë. Ky është mentaliteti i tyre. Janë jashtëzakonisht agresiv edhe të paftyrë. Ndërsa për sjelljen e policisë, unë kam disa filmate që i kam dhënë. Këtu thonë po bën policia po bën kështu, policia këtu ke ne po tregohet e dobët. Policia nuk po zbaton, po i toleron më tepër se sa duhet. Jera para punës fëmijët nuk nxiren përpara, janë ndaluar me konventa, nuk vendosen para rrezikut. Kur nises në protestë nuk merren fëmijët, është ndaluar rreptësisht. Këta i marrin fëmijët se i ngjajnë Hamasit. Hamasi shkonte në spitale dhe në xhamia dhe gjuante prandaj. Dakor, këta i ngjajnë, një farë mënyrë se janë, është e bashkuar ultramajtizmi, komunistat me islamin politik. Nesër do të luftojnë me njëri tjetrin, po sot janë bashkë. Dhe këta marrin fëmijët përballë policisë, vejnë fëmijët përpara policisë, që sigurisht policia të kapet në kurth. E gjuajnë pastaj edhe midis vezëve ka dhe gur, midis domateve ka dhe gur. Kurse unë kam dhënë pamje të policisë. Se si vepron policia në Gjermani, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Britani, në Danimark, në Holand, në Spanjë, i kam dhënë pamjet. Dhe ndërkohë ju shihni pamjet, nuk të le policia aty që ti të bësh çfarë të duash, të tallesh me policin, ta fysh policin, ta gjuash policin, edhe policin, ti bësh gam në përturi, ta gjuash, të lëvizësh, nuk të le fare. Nuk të le të bësh skena të tilla sepse të shpartallon, të zgërdhin në hu. Këta tonët nuk e bëjnë këtë punë, sepse si duket kanë urdhër që mos u acaroni. Por e kam fjalën për policinë e vendeve demokratike, se besoj ju jeni dakord që Gjermania është vend demokratik, edhe Franca është vend demokratik, edhe Italia është vend demokratik, edhe Anglia është vend demokratik. Ne nuk jemi vend demokratik që tolerojmë të tillë maskaret, tallen me policin, ta gjujnë, ta çajnë policin. Por ama unë po jap skenat cilat tregojnë policinë atyre vendeve. Nuk po jap skena të policisë në për vendet që nuk janë, për shembull në Rusi, as jam duke e dhënë, as në Kinë, se s'guxon kush të haj molla aty dhe të bëj kështu. Të llastuarit Flamingo bëjnë kështu në Shqipëri, sepse sigurisht policia dhe vendi, Shqipëria është vend demokratik. Nuk mund të bëjnë kështu aq kollaj në vendet që sigurisht ju a heqin lëkurën, mund të guxojnë të bëjnë në Egjipt kështu. Nuk bëjnë dot. Dakor? As nuk bëjnë dot në Marok. As në Algjeri, nuk e bëjnë dot kështu. Bëjnë vende demokratike. Nuk guxojnë të bëjnë kështu, nuk e di, as në Xhakartë, nuk guxojnë se të shpartallon policia, të merr gjak në vetull. Kërkund nuk bëjnë kështu. Bile nuk bëjnë as në vende demokratike. Vazhdoj t'ja pamje. Policia nuk mbron as Edi Ramën, nuk mbron as majorancën. Mbron rendin. Ka një protokoll për të mbrojtur rendin. Këtu ju thonë, po jeni shërbëtorët e krimit, jeni shërbëtorët e... Dhe pastaj kur të vinë këta në pushtet, nëse vinë që s'kan për të ardhur kur të gjithë jetën e tyre, se ka mbaruar populli budalla që të besojnë ke flamingot, dhe ke një kriminal që Sali Berisha që i ka, i manipulon, kanë mbaruar i popull, nuk ekziston më. Nuk mbron majorancën as Edi Ramën, po mbron rendin. Kush thën rendin, kush e thyen atë, kush e copton rendin, ato i përgjigjen. Gjermani nuk mbrojnë as Mercin, nuk kanë mbrojtur as Merkelin. Mbrojnë rendin me gjithë se sillen ashpër. Shpeshherë të akuzuar edhe nga 1000 organizma. Policia mbron rendin dhe policia vendos me dorë të fortë. Bile unë kam dhënë edhe një filmat ku duket një deputete, eurodeputete italiane.
një bashkim midis të majtës edhe jeshilve, e cila është në Belgjika, të është në Bruxelles. Do që të thyje rregullin, i tregojnë rregullin, shko atje. Ajo do të që i thot jam deputete, ata shohin që janë deputete, por i thonë kalo këte, e marrin për krashe nxjerrin jashtë, edhe pse është eurodeputete. Këtu kanë ardhur dhe kanë shitur me nëri u shport eurodeputetet e një vagabonde mrapsht, komuniste, ultramajtiste, Fidel Castriste si Ilaria Salis, e cila është për burg. Se është e dhunshme, është maskaresh. E fundit është një element i një farë gazetari, i cili sigurisht s'ka as beq, ka vetëm i celular, nuk ka as një mjet identifikimi, dhe natyrisht policia i ka thënë kalo gardit e ne. A i bërë si trim, se sigurisht trashëgon pak edhe nga Krajina, nga Kara në Tiran, bashkë me të motrën e ti, dhe bërë si trim, e lejojnë që të bëjë si trim, shkon për të kapaj, as njifet për gazetarë, duket njësoj si gjithë protestuesit e tjerë, s'ka mjet identifikimi. Edhe kështu bajnë edhe raport, bajnë edhe këta që i thonë që persekutojnë gazetarin ose persekutojnë median. Në të vërtetë ai nuk njifet as për gazetarë, as për kur gjë, sepse s'ka mjet identifikimi. Dakord, miqtë e mi.